أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله çdo herë falënderimi lavdërimet tek Allahu dhul Jalal salavat e selamat pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Pjesa e dytë e ligjëratës ka të bëjë me madhrimin e shpalljes në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo në hadithet e tij. Këto tema ti kuptojmë para së gjitha se janë tema shumë thella, shumë bazike, shumë themelore. Zatën mbi këto tema ndërtohet dini Allahu dhul Jalal. Njashtu ndërtohet edhe fetaria e njeriut. Na duhen këto tema për ta kuptuar se çdo herë problematika dhe ngecja e umetit dhe mosbatimi i fesë detyrimisht kthehet te këto temat. Një njeri i cili nuk e merr seriozisht fjalën Allahu dhul Jalal, që ishte tema Hoxhës Bitullah. Ja i ledhina amanu. Edhe vargu i madh i këtyre ajeteve. Dhe nuk i vënon në praktikë ato. E ka probleme me madhimin e fjalës Zotit. Një njeri i cili e din hadithën e pejgamberit, e ka dëgjuar dhe e ka lexuar apo i ka ardhur parasysh. Përse i kthehet tek ajo se nuk e madhnon, nuk e çmon, nuk e vlerëson, nuk e shenjtëron. Ndërsa do ta bëjmë të qartë brenda këtyre pak minutave, edhe pse tema është shumë e degëzuar, me kuptues se çka nënt kupton, çka do të thonë me madhnu shpalljen nga vet hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E që suneti i tij është vetë shpallje. E dim se Allahu dhul Jalal përzgjodhi fjalët e tij Kur'an. Dhe me të dërgoi edhe diçka tjetër përveç Kur'anit. Sikur që thot Allahu subhanahu wa taala në ajetet kuranore, për shembull ajetin e surës Najm, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nuk flet nga hamendi, është shpallje. Do thonë, ky dekret, ky vendim, ky vlerësim vjen nga Allahu dhul Jalal, është shpallje. Dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, "Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu." Ma është dhënë Kur'ani dhe diçka e ngjashme me të. Pra, fjalët e pejgamberit, veprimet e tij, pëlqimet e tij, atë që përmbledhen në sunetin e tij, që kanë vetveti shpallje. Që ne tash kemi këtë raport. Një, karshi i Kur'anit, ta vlerësojmë, ta ndërrojmë, ta madhrojmë, dhe dy, ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptimin e përgjithshëm të fjalës sunet. Thot Hasan ibn Atiyya, thot Gjibril alayhis salam zbrit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Kur'an. Dhe ndodhte që të zbret tek pejgamberi sa edhe me sunet. Kjo është një veçori më e veçantë edhe një shtesë tek obligimet dhe detyrat e Gjibrilit alayhis salam që i ka ardhur me ajete, ka ardhur edhe me sunet. Ka ardhur edhe me sunet. Çka nënt kuptojmë kur themi se suneti është shpallje, për arsye se Kur'ani si shpallje shpesh herë gjejmë urdhna të përgjithshme. Andaj suneti i ka shërby Kur'anit duke e specifiku atë që është e përgjithshme, duke e shpjegu atë, dhe duke dhënë ndonjëherë suneti dispozita që fare ndonjëherë nështë nuk gjinden edhe në Kur'an. Për shembull, e kemi rastin e parë kur suneti e shpjegon Kur'anin, forma e namazit, sikur që është e njohur, edhe forma e shumë ibadeteve tjera. E kemi shembull kur suneti e specifikon, për shembull, atë që është në Kur'an, e bën më të veçantë, domethënë diçka që shumë e përgjithshme, për shembull tek ibadetet, përse po kthehemi, domethënë tek ibadetet, tek namazet, tek nafilet, tek shëmërat, te haxhi, te zakati, të disa rregulla të trashëgimisë, të disa rregulla të martesës, niçat e kështu me radhë. Dhe vjen suneti si i veçantë për dallim për asaj që ka ardhur në Kur'an, që është diçka që pejgamberi sa e ka sjellë, sikur që është sadakatul fitr. Nuk gjen ajet kuranor që njeriu
në fund të Ramazanit, do të thonë sadaka, po sikur që thotë Ibn Abasi, pejgamberi sa na e bëni farz sadakatul fitrin në fund të Ramazanit. Thot Allahu dhu xhelal, "Kul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayh." I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Muhammed, unë nuk ju them juve që unë i posedoj depot e Allahut dhu xhelal, e as që e di të fshehtën, e as që ju them juve se unë jam melek, por unë e ndjeki atë që më shpall mua. Me këtë ajet e kuptojmë që shpallja e dytë, që ishte pejgamberi sa ishte gjallë, ai njëkohësisht është kanë i urdhëruar që ta ndjek edhe ai shpalljen. Dhe kjo i bën që sa e madhnueshme shpallja, sa e lartë, që ai ka qenë i detyruar, ka qenë i angazhuar, ai ka qenë, do të thonë, i porositur që të jetë shembulli më i mirë i zbatimit të shpalljes. Edhe pse ai vetë ju fjalët e tij kanë qenë shpallje. Dhe ka qenë, ose sikur që lavdon Allahu, shembulli më i mirë. Lëvdata më e mirë vjen tek Allahu dhe xhan në ajetet kuranore. Pra, e para që mund ta kuptojmë për temën është se vetë suneti është shpallje dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i detyruar që ta ndjek këtë shpallje. Pika e dytë e temës është që kur e kuptojmë që është shpallje, kur e kuptojmë që është vahi, vjen për Allahu dhe xhelal, ato porosi, ato fjalë, ato këshilla, atëherë e vërejmë që për ta madhnu këtë shpallje, detyrimisht duhet shpejtimi për mi u nështru plotësisht shpalljes dhe mos refuzimi. Dhe këtë e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij. Në shumë, domethënë raste, shumë situata. Nuk kishte gjatë jetës së tij sallallahu alaihi wasallam që ai të pauzoj, të mendoj, të neglizhoj, të shkujdeset, sepse këto pastaj do të kishin pasoja. Sikur që ka ndodhur tek pejgamberët e tjerë, ndonjëherë në disa raste, sikur që e keni të njohur. Ku vërejhet më shumë që pejgamberi i ka dhënë rëndësi shumë shpalljes në zbatimin e menjëhershëm. Për shembull, e gjejmë tek urdhërat, sikur që është hijreti, sikur që është ndryshimi i kiblës, sikur që është tek namazet, sikur që është tek disa prej adeteve. Për shembull, te hijreti, si e kuptojmë? Sahabët e nderuam bënin hijret për në Medinë. Kush prej tyre fsheht, kush prej tyre haptas. Epse pak ishin ata që bënin haptas hijret. Në konsideratën tonë, na, sipas logjikës tonë, do të ishte më e shëndosh, më e lehtë, më e rehatshme, më e sigurt, ikja nga Mekja më herët. Po shkoi tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Bekrit, than, ala nuk më është dhënë leje mua. Dëshira është për me dalë, po nuk guxonte të merr rrugtimin. Ndoshta vonimi është për neve më i rrezikshëm. Ndoshta edhe ishte, domethënë, sikur që e dim, kanosja që të vritet, të likuidohet. Ata ende tuboheshin mushrikët e Mekës për të sa ju, domethënë, plane, intriga, e si vin deri tek vrasja e tij. Që ikja më hershme do të ishte më e pranueshme për ne, por jo. Prit. Dhe momenti kur erdhi, në atë moment shkon dhe i troket derën e Ebu Bekrit dhe tash më është dhënë mua leje për me dalë në hijret dhe dalin. Kjo e para edhe me prit çka thot Allahu dhe kur vjen praktikimi më njerëzëm. E dyta tek për shembull tek drejtimi i kiblës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigurisht e dini, është fal në Çabe dhe çdo herë Çabën e ka vendosur mes tij dhe Kutsit. Nga dëshira e flakt që Allahu dhe Zot ja mundson që Çabja, Mekja, Mesjidul Harami të jetë kibla e tij, dhe kibla e muslimanëve. Por ajo do të dvije me anë të shpalljes. Domethënë ndryshimet e tilla madhore duhet priteshin.
dhe nuk e ndryshoj derisa zbritën ajetet qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falan walliyaka qiblatan tardaha. Po e shohim se fytyra jote po kthehet ka qiellit, do ta kthejmë drejtimin ka Çabia. Edhe urdhnoni, domethënë. Urdhni erdh u zbatu. Dolën njerëzit, i dërgoj me kallëzu muslimanëve që kible është ndrru. Forma namazit ishte udhëtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Isra dhe Miraç. Dhe e mori obligimin për 5 kohët e namazit. Kur filloi aplikimi? Më njëherë Xhibril sa më erdh. Prej namazit të drekës ishte mësimi i parë i namazit, si kështu duhet falet drekë, ikindia, akşam yatsi, pa për nesërmen. Kohën, dallimi i kohëve, kur fillon koha, kur mbaron koha. Pa kur një farë hezitim. Edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që japin, domethënë, këshilla, porosi, urdhna për namazin, për kushtimin e namazit kështu më radh. Për ta kuptuar më mirë këtë temë, për shkak të pikë që kur e kuptojmë që është shpallje dhe do të nënshtrohemi shpalljes, do mos shpalljen ta pranojmë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me kallëzuar se çaq e rëndësishme është që një musliman ta kuptojë thelbësisht, e kupton që është shpallje, duhet ta zbatosh, duhet ta pranosh. Është fe, është prej Allahut xhelal. Por atë ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kjo shpallje të mos cenohet, mos humbet, të mos zëvendësohet me diçka tjetër. Por atë ka ndalu nga risit. Sepse nuk është e pranueshme as fetarisht, po as logjikisht që një shpallje, një vendim që e sjell Allahu xhelal, tash del dikush prej njerëzve që nuk e ka dhe nuk mund ta ketë dhe nuk do ta ketë asnjëherë shpalljen, ta zëvendësojë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik në fen ton diçka që nuk është presa, është e refuzuar. Automatikisht refuzohet, pse? Nuk mund domethënë të vlerësohet, nuk mund të madhërohet shpallja duke e zëvendësuar ato me diçka tjetër prej fjalëve të njerëzve, prej veprimeve të njerëzve, prej interesave të njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, let mos qëndroj dikush prej juve i mbështetur në koltukun e tij. E ti vjen një urdhër prej urdhrave të mia. Pra sa që jam urdhëruar edhe vet unë, apo jam ndaluar, e thot la nadri, nuk e dim, nuk e kemi gjetë këtë në Kur'an. Subhanallahu, shiko, hadithi pejgamberit thënë ka paralajmëruar për diçka që ka ndodhur. Atë që e bënën njerëzit të mjafton vetëm me Kur'anin duke e refuzuar plotësisht pastaj edhe hadithin e pejgamberit as sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sa kullu ummati yadkhuluna al-jannata ila man aba. Këtë kanë me xhenet përveç ata që refuzojnë, kanë thënë kush do të refuzon ja Rasulullah. Kanë ata që ndjekin mu hyn xhenet. Kush nuk e ndjek vetëm se e ka refuzu. Dhe thot hadithin e pejgamberit sallallahu men ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Kush do të jeton mbas meje, mbas vdekjes së tij, do të sheh shumë kriza, shumë probleme, shumë telashe, ikhtilafen. Atëherë çka të bëjmë? Përmbajeni thot me sunetin tim dhe sunetin e xulefave të drejtë. Do thonë kjo është një mirënjohje e shpalljes për 4 halifët. Do thonë Abu Bekrin, Omerin, Uthman dhe Ali. Jo rastësisht është fjala e pejgamberit alayhis salam që më mbajt për shkak për sunetin dhe sunetin e xulefave që është tema e hoxhës mirësim pastaj. Pse me mos me pas mjaftu me thonë mbajnë për Kur'an dhe sunet? A është detyrimisht me thonë sunetin e xulefave? Jo, duhet, se do të na vjen inshallah që një besimtar i duhet kuptimin e sunetit piku e merr, kush na e tregon në sunetin, kush na e përcjelli. Pjesën më të madhe sunetin e ka përcjellë Abu Huraira, Ibn Mesudi, Ibn Abbasi, Aisha radhiyallahu anha. Ata janë që jetuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po flasim kuptimin e gjan të sunetit. Për ta kuptuar se cila është dispozita e njeriut nëse ai e refuzon sunetin. Por nëse na parashtrohet një pyetje e tillë,
Çka mund të themi për dikon që e refuzon sunetin? Këtu ne do të kemi kujdes shumë, sepse në këtë temë janë bë rrshqitjet më të mëdha, me pasoja që s'kan marrë fund ala. Kur temat e përgjithshme, temat e gjana, nocionet, këto përdoren pastaj vend edhe pa vend. Nëse flasim për sunetin që e kanë pas kuptimin e gjeneratat para, që kanë feja, padyshim se çfarë dispozita mund të merr dikush që e refuzon fen, që mund të kalojë dinin kufër. Andaj librat e parë, për shembull, që i gjejmë, temat e akidës i kanë emërtuar es-sunne. Që nuk mundem na çat term, çat nocion ta përdoremi për një sunet tjetër, për shembull që është hypja e imamit në shkallën e tretë në hutbe, apo përdorimi me misvakut, apo diçka tjetër. Kështu që duhet me pranu se termat kanë evoluar me kalimin e kohës. Diçka, një term që u kanë tek gjeneratat e para, tek selefi, nuk është i njëjti term që sot përdoret. Andaj e kanë ndalë ulemat i potencojnë. Ka kundërshtim të sunetit që ka të qetë për feje, ka kundërshtim të sunetit që është bidat, ato me llojet e bidatit, ka kundërshtim të sunetit që është mukhalifen li sunne. E kanë kundërshtuar sunetin, ka dalë për sunetit, po nuk ka çupe shumë edhe nuk. Andaj është mirë ta kuptojmë se brenda sunetit tash në termet e reja, në librat e reja, në atë shpjegimet e reja, është sunet i fortë, po ka sunet e të vogla. Dikush e ka shumë problem këtë me pranu, thotë, çish guxon ti më thon sunet i vogël. Subhanallahu. E bëjmë dallimin natë që vetë pejgamberi në shpesh herë në hadithet e tij e ka vlerësuar dhe ulemat varësisht prej fjalëve të tij kanë nxjerrë hukm se ky është sunet, por nuk është sigur suneti i therrës kurbanit. Dallon therrja kurbanit me veshjen me krahun e djathtë, apo pastrimin me krahun e djathtë, apo parfumosja, apo ka kategorizim. Sikur që ka kategorizim edhe të tauhidit, sikur që ka kategorizim edhe të kufri, detajizim ka. Ai person që nuk e merr fen kështu, me këto detaje, me këto përpilime, pastaj do të ketë probleme të mëdha edhe në kuptimin e fesë, po edhe në gjykimin e njerëzve. E treta që na ndihmon për me madhnu fen, edhe për me madhnu shpalljen, për me madhnu, domethënë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është për kujdesi për ta marrën, për ta lexu, për ta kuptu dhe për ta memorizu. Detyrimisht këto hin edhe domethënë praktika, zbatimi, edhe kjo. Është larg mendjes me thënë se unë e madhnoj fen. Është larg mendjes me thënë se unë e madhnoj Kur'anin, është larg mendjes me thënë se unë e madhnoj sunetin e pejgamberit, ndërsa nuk shifen shenjat e sunetit në jetën tonë. Domethënë është pretendim që është më afër gënjeshtërës së sa realitetit. Andaj sahabët e nderuam kur kanë ndërtuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kanë qenë shumë të vetëdijshëm me këtë situatë. Andaj ndoshta na kanë hik ato rreshta kur I kemi lexuar, por kanë do të mund dalë dhe mi lexu shumë mirë. Për shembull kur sahabia thotë, më ka ardhur marrë me shiku pejgamberin se më fytyr kur ka fol. Çka ka thënë kjo? Po madhnim është kjo. E ka madhnu shumë. Veç, thonë kur ka fol pejgamberi thjesht ke mujt me paramendu një situatë ku mbi kokat e tyre dhe zotë kishin qëndru, s'kishin livrit. Një heshtje, dhe për këtë kanë ardhur ajetet. Domethënë që I kanë ndaluar Allahu që mos ta ngritin zërin. Kur flet pejgamberi kur e kanë atë në surën Huxhurat, për shembull, që e kanë thirr prej jashtë dhomave. Domethënë edhe sot ndoshta po e dëgjojmë hadithin e pejgamberit, po spaku ta tregon. Për shembull, jashtë sahabëve, ulemat e mëdhej, se kanë pranuar hadithin e pejgamberit sa. Neve nuk na shkon ndërmend, bile as që ndoshta nuk e kemi praktikuar në gjë të tillë. Spaku flas për vetë. Për shembull,
kanë shku dhe kanë marrë një hadith të një prej dietarëve. Ka thonë prit pak, ka him brenda në shtëpisë, është pastru, ka marrë avdes dhe ka dalë ja ka tregu hadithin. Do të thonë, është pak e çuditshme, po? Ja, madhnim. Është madhnim. Se është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, dëgjimi i hadithit, rrugja e hadithit, mbajtja mend, shpërndarja e hadithit, zbatimi i hadithit, kuptimi i hadithit sipas kuptimit të selefit dhe normal këto ne kanë tekalu këtë mirësi që gjeneratat e para janë mundu me të madhe që ajo që është sunet të verifikohet, të shënohet, pra asaj që është sunet as-sahih, domethënë e vërtet. Dhe kategorizimi pastaj i haditheve dhe i sunetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nadara Allahu imran sami'a minna hadithan fa hafidhahu hatta yuballighahu. Allah janë ndërqoft tyrën ati personi i cili dëgjon prej neve një fjalë, e mban mend derisa ta përcjell, sepse ndoshta shumë prej atyre që e kuptojnë mund ta përcjellë të dikush e kupton edhe më mirë. E kush prej atyre që se kuptojnë fare, por dikush tjetër e kupton plotësisht. Fel yubaligh ash-shahid al-ghaib, hadithi tjetër thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le të përcjell ai që është prezant, atij që mungon, dhe për këto domethënë ka shumë raste nga jeta e sahabëve. Dhe fundit, për ta kuptuar madhnimin e shpalljes, është tema me e martu kështu, domethënë kërcënimi që mos mi parapri vahjet me mendime personale. Ose i thënë në arabisht, taqdim al-aql ala an-naql, mi dhon përparësi mendjes para tekstit, para shpalljes. Që kupton se normalisht kjo me Kur'anin vit parë, por edhe me sunetin sepse që ka shpallje. Kjo gjë është një prej problematikave të vjetra, edhe për këtë ka shumë shubahate, ka shumë dyshime, ka shumë shkrime dhe përgjigje të ulemave. Për neve do të me pas parasysh se nëse ndodh në pamjen e jashtme të ketë ndonjë kundërshtim, ndonjë mospajtim mes asaj që na e perceptojmë dhe hadithit, ku t'i japim përparësi? Detyrimisht do të më dhanë hadithit. Arsyet janë pse arsyet janë shumë të shëndosha. E para, njeriu është i prirë me gabim. Shpallja është e mbrojtur për Allahu dhul xhelal. Njeriu ka mungesë të informatave, mungesë të dijes. Pse jo, edhe shumë xehel. Njeriu shpesh herë udhëhiqet nga epshi, nga interesi, nga egoja, e nga shumë gjëra tjera, që suneti është i pastër për këtyre gjërave. E nuk mundet ti me ardh sot edhe me thonë që dikush ka përparësi tash mendimi im mbi, atë se kjo hadith nuk shkon me kohën, nuk përkon me situatën, nuk përkon me mendjen, detyrimisht këtë hadith do ta refuzojmë ja. Edhe pse që kjo temë është shumë e vjetër, ama ta dinë se është temë edhe shumë aktuale. A disa njerëz, sa xhamat, sa për atyve që i njohim edhe në për xhami edhe në për shtëpia, kur bisedojmë për shembull për hadithet e fitneve, për hadithet e shenjave të kiametit, kanë rezerva të mëdha ndaj haditheve. Pse? Se nuk ka percepton mendja atyre. A dim se hadithet e shenjave të kiametit për shembull flet për kafshën e cila do del prej gurrit, flet për dexhallin, për aftësitë që do t'i ketë ai. Dhe këto ai ose i bën ta'wil, i ndryshon, ose i mohon plotësisht. Pse? Ka ra, domethënë, viktim e këtij problemi që mendimin e vet apo mendimin që e sheh ai se është i drejtë, me dhënë përparësi para asaj që shpallje, edhe pse ai detyrimisht duhet me kuptuar që hadithi pejgamberit që ka folur për një prej shenjave të kiametit, burimin e ka Allahu dhul xhelal. Unë nëse e kam thënë një fjalë që ka është në kundërshtim me atë, cili është burimi jam?
hamendjet e mia, dyshimet e mia, dobësia ime, ego ime, do të thonë këtë të mijat janë, s'kam burim çetën. Çish mund unë ti para pri atëherë. Unë thjesht me veç me mendu këtë pikë do të them, edhe pse thonë subhanallahu Ibn Taymija dhe ulemat e vjetër të selefit thonë fjalë e madhe. Nuk mundet realisht me pas kundërshtim mes një mendje të shëndosh dhe sunetit të verifikuar sahih. Do të s'mundet me ndodh. Thot nëse ndodh realisht që ka kundërshtim, thot ose suneti është suneti dobët, për aty që domthonë hadithe të shpikura, hadithe shumë dobëta e kështu me radhë, ose thot është mendja e prishur, s'mund ndryshe më ka. Subhanallahu, sa fjalë shumë e përpikt, shumë e detajuar. Domthonë nuk mund me kanë, domthonë hajt po ta supozojmë që muj ka me pas kundërshtim. Problemi dikon. Hajt ta shohna tekstin. Nëse nuk është ai për tat Ibn Taymija këtë temë ose mos zgjat më tepër e ka trajtuar shumë për librave të tij, domethënë se çka është suneti, cilat janë dallimet e sunetit, si kanë ardhur deri te verifikimi i sunetit, domethënë hulumtimet e ulemave për rivajetet, për transmetimet e përverstim se ka khilaf të ulemat se ky hadith është sahih, nuk është se dikush është i vërtetë, dikush është sahih, domethënë i dobët. Këto janë tjera të parat, nuk mund është ti, si këtash parat, me gjyku për një njeri që kundërshton një hadith apo një sunet se ky është bidatxhi, se ky nuk e do sunetin, se ky është i dalës, se kështu më radhë. Jo, mundet që bindja ti është hulumtimi një prej ulemave që hadithi është i dobët. Thjesht. Apo sikur që thotë Ibn Taymija, sa hadithe mund që të na kenë ardhur me rrugë të dobëta dhe ato i kemi lanë, ndërsa ndoshta ato kanë qenë hadithe të vërteta. Pse rruga është e dobëta, i kanë lanë. Çështja e haditheve, çështja e sunetit është shumë e gjatë, duhet të kuptuar që njeriu parimisht nuk guxon të refuzojë, parimisht duhet më nënshtru sunetet të vërtet. Parimisht nuk ka kundërshtim mes mendjes dhe shpalljes dhe kësaj duhet më qëndru njeriu përderisa është praktikues ndjekës i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëf betyre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet.